Në fshatrat e Gjirokastrës, largimi të rinjve po ndihet çdo ditë më shumë. Toka që dikur punoheshin nga breza të tërë familjesh, sot mbahen gjallë kryesisht nga të moshuar, të cilët vazhdojnë të sfidojnë moshën për të mos i lënë arat dhe vreshtat në harresë. Mes tyre është edhe Feride Koçi nga Valareja. Pensionistja prej vitesh punon në bujqësi dhe në çdo stin e gjen mes tokës, duke u kujdesur për breshtarin, mbjelljet, krasitjen dhe vjeljen e prodhimeve. Në këto ditë pranvere, Feridja merret me mirëmbajtjen e vreshtave. Këtu do të jesh tamam mjeshtër për këtë punë, se po mos punove me, si thonë se me ndërgjegjen e të saj, nuk do të më tutje. S'na arrin ekonomia, pa vim detyrohemi ne që vim në punë. Ja tani kemi këtë të kone harjes, pastaj vjen vjelja, dimrit nuk kemi. E vjen shumë rrallë, në një punim, në një fundra, peme, nuk ka punë dimrit për gra. Edhe pse puna është e lodhshme, ajo thot se toka jep kënaqësi dhe energji për të vazhduar përpara. Është një kënaqësi, do thosh i lodhesh, po ndjen diçka që shlodhesh shumë shpejt. Pse është kënaqësi kur bën disa punë që janë të vështira dhe i konsiderojnë vetëm punë burrash? Po, dëgjoj tani, ajo punë që bëhet me vështirësi, asaj ja ke kimetin më tepër. Për arsye se ti je burrë dhe unë jam grua, ti më mburresh, më po unë s'të le të mburresh, ti do dal barabar me ti. Ja, kjo është e gjitha. Se nevoja të fut ku të duash, në çdo proces pune. Unë kënaqem, nuk e di. Nuk e di se e kam harruar që isha e re dhe di se jam akoma e re dhe punoj. Nuk ndjej vështirësi. Për Feriden, çdo punë në bujqësi ka sekretet dhe vështirësitë e saj, por vitet e eksperiencës e kanë mësuar të mos dorëzohet. Do thosh se këtu ka shumë gjithë, ose ka shumë procese, do bësh procesin që ka rushin. Pjesën tjetër, diferencën tjetër që është pa rush, do ta heq të shesh. Kjo është sekreti i kësaj. Edhe të tiruash pastaj dorën e dytë ose dorën e tretë që bëjmë ne vetë zakonisht. Edhe jo ka të vetën. E para e kalon se ka shumë gjethe, ndërsa në të dytën do më shumë se do kesh kujdes mos të heq rushin. Ndërsa të rinjt largohen drejt qyteteve apo emigrimit, pensionistët si Feride Koçi mbeten ata që mbajnë ende gjallë jetën dhe traditën e punës në zonat rurale të Gjirokastrës.